Kënaqësia e vetme që ndjej janë pikërisht lajmet e mira që na vijnë nga Dardania. Me gëshën cep edhe pse gjykata kushtetuese shfuqizoi ligjin për konfiskimin mbas një viti e 28 ditësh se duhet me u bë prap, sepse e ka votuar ajo opozitë që për 20 vjet ka grabitur atë popull që i dha dërmën. Lajmi më i bukur, dini se kush ishte? Ai 62.6 milionshi që devolli, ai zjarri i madh. Nga frika e konfiskimeve e sekuestrimeve e dhënies së llogarisë, po i djegin vetë pasuritë. Nga frika se Albin Kurti dhe Dardanët nuk janë si ne shqiptarët e Tiranës që kafe muhabet si turqit e lashtë dhe shikojnë Big Brother, dhe gëzohemi me zgaravinat e Piktorit apo me llapaqenin Don Carlon i jepja 700 milionat i plerës që t'na lustroj paksa. Jo. Një leksion demokracie do të marrin mbar shqiptarët pikërisht prej Prishtinë. Le të presim se do të kemi surpriza. Harova. Altin Dumani me alltin e tij ka vajtur atje. Thonë që do bëj ca punë dhe prandaj oligarkët atje nuk kanë më gjumë.